Ndërkohë ti nuk ishe folse këtë herë. Jo. Ti ishe folse herën tjetër edhe e pagove mirë atë suksesin e herës tjetër kur fole, se pehet çfarë do me thënë të dalësh në skenë dhe aq më shumë pastaj që të biesh në sy. Të ka kaluar ajo faza e parë e shokut që hëngre gjë ato të shara, gjë ato për qeshje? Më ka kaluar. Në fakt jam shumë e sinqert, nuk e përjetova shumë mirë fillimin dhe nuk e parashikova që do kishte aq shumë komente, do flitej aq shumë edhe nëpër panele të ndryshme televizive. Fjala që unë mbajta në atë kongres. Por ishte një fazë që unë e kalova. Në kuptimin që në fakt me sa po shoh, është bërë me të rinjt, me daljet publike të rinjve fiksi një arenë gladiatorësh ku hidhen në arenë të rinjt dhe luftëtarët politik, opozita në thonjza luftëtar politik, nuk bën asgjë tjetër përveç se i lufton edhe i bën gjyq publik. Dhe do thosha që kam dëgjuar shumë për komunizmin dhe kam lexuar, po mendoj që këta njerëz, kjo pjesë e njerëzve, ndoshta e kanë humbur apo vazhdojnë humbasin atë betejën dhe luftën me komunizmin brenda tyre. Në kuptimin që nuk është diçka e bukur që në demokraci, ku njëri del dhe flet atë çfarë ai vërtet mendon dhe beson, qoftë edhe nëse nuk pëlqejet nga të gjithë, sepse ne të gjithë nuk do pëlqejemi nga të gjithë, do ketë nga ata që do ta mbështesin, do ketë nga ata që nuk mendojnë si ne. Por mendoj që ka akoma vend rreth parë për të edukuar shoqërinë, sepse ka shumë lef dhe mendoj se ne të rinj duhet jemi shembulli për të sjell një qasje tjetër në politikë. Ti kur thua nuk e përjetove mirë çfarë, se nuk kemi fol për këtë. Unë thjesht ta parashikova përpara se sa të mbaronte kongresi, kështu që çfarë nuk përjetove mirë, çfarë doli fjala juaj, të jam shumë sinqert, nuk kishte më aq shumë sy që më pan, më aq shumë dashamirësi sa në fillim. Në kuptimin njerëz që unë mendoja që më mbështesnin në fillim, dolën që nuk më mbështesnin aq shumë pas atij kongresi. Disa shoqet mijat më dolën kundër për disa fjalë që nuk gjenin veten dhe realisht unë u preka. Por në fund të ditës e kalova sepse nuk iki larg bindjeve të mia. Ato janë ato çfarë unë mendoj. Partia Socialiste është partia që mendoj që ka bërë vërtet për vendin tim, një vend ku unë gjej veten, një vend ku unë dua të punoj me njerëz që janë si unë. Dhe edhe pse shumë komente negative, shumë njerëz të cilët nuk më mbështeten për atë çfarë thash apo për rrugtimin tim, unë përsëri kam gjetur motivimin fal familjes time, e cila sigurisht ka qenë mirë. Tani kjo e shoqeve është më okay, sepse në fundit të kanë thënë në sy që çfarë nuk ju ka pëlqyer, është okay. Ndërkohë që pjesa tjetër pa të njohur, pa ditur fare kushje, çaje nga Vjena etj. Të sakaton. Edhe nuk as nuk e dyshon për një moment që po mund të ketë dhe njerëz kështu. Ndërkohë që jo vetëm mund të ketë, po ka njerëz kështu që mendojnë që politika është diçka që ja vlen përtej gjithë masakrës që i bëhet, sepse kjo është vërteta. Ne kemi folur për këtë. Njerëzit pa tru, njerëzit pa edukat, njerëzit pa kulturë, njerëzit pa informacion, nga një anë. Nga tjetër njerëz të mirë, njerëz të ditur, njerëz të informuar, bashkohen shpesh në një pikë ku gjen njëri tjetrin në fjalën që politika është diçka e pist, nuk ja vlen. S'duhet merresh me politikë. Dhe harrojnë që në fakt pa politikën shoqëria gjendet në një situatë barbarie, sepse
politika vërtet ka fuqinë për i keq, politika vërtet ka bërë gjëra të tmerrshme. Politika ka pjell në formën e vetë të prekshme nazizmin, fashizmin, komunizmin. Por politika ka bërë edhe mrekullia, politika ka bërë Bashkimin Evropian, politika ka bërë Shtetet e Bashkuara, politika ka bërë të mundur që të përparojnë të drejtat e njeriut, të përparojnë të drejtat e grave, të ndërtohen sistemet e mbrojtjes sociale, të ndërtohen sistemet e shërbimit publik shëndetësor etj. Pa politikën këto nuk do ndodhin. Dhe për sa kohë ka të rinj që e ndjejnë këtë dhe e kuptojnë këtë, po dhe kur nuk e kuptojnë plotësisht e ndjejnë dhe kanë tërheqjen e politikës, ku patjetër ka dhe plot që kanë tërheqjen e pushtetit, nxitjen e ambicjes për të qenë dikushi normal, edhe kjo apo kanë dhe interesin imediat që nëpërmjet politikës mund të arish në diçka konkrete të shpejt. Atëherë në të gjitha rastet ka shpresë. Pa shpresë fare do të ishte sikur vërtet të rinj ta braktisim plotësisht totalisht politikën.